Të dashur vëllezër dhe motra, sot dua të flas për një temë të dhimbshme por shumë të rëndësishme, vetvrasje. Një plagë që po prek miliona njerëz në mbar botën. Një akt që është jo zgjidhje, por shkatërim. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, World Health Organization, kjo është agjensia e Kombeve të Bashkuara dhe selia e saj ndodhet në Gjenevë, Zvicër, që thot more than 720,000 people die due to suicide every year. Suicide is the third leading cause of death among 15 to 29 years old. Më shumë se 720,000 njerëz humbin jetën çdo vit për shkak të vetvrasjes. Vetvrasja është shkaku i tretë kryesor i vdekjeve tek të rinjtë e moshës 15 deri në 29 vjeç. Çfarë thot Islami për vetvrasjen? Islami e ndalon vetvrasjen me vendosmëri. Allahu fuqiplot në Kuranin famëlar thot: "Wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima." Mos e vritni veten tuaj. Vërtet Allahu është i mëshirshëm me ju. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Man qatala nafsahu bi shay'in fa'udhiba bihi yawm al-qiyamah." Kush e vret veten e tij me diçka në këtë botë, ai do të ndëshkohet me të në ditën e Kiametit. Jeta nuk është personale, por është emanet nga Allahu fuqiplot. Asnjëri nga ne nuk ka të drejtë që ta përfundojë atë me dorën e tij. Përse ndodh vetvrasja? Ka shkaqe shumë që ndodh që i çon njerëzit drejt vetvrasjes. 1. Depresioni. Problemet mendore ankthi. 2. Stresi i tepër, stresi ekonomik. Problemet familjare, borxhet. 3. Turpi shoqëror, bullizmi, presioni i rrjeteve sociale. 4. Dhe më rënda, zhdukja e shpresës në shpirtin ton dhe moslidhja, mungesa e lidhjes me Allahun fuqiplot. O ju vëllezër dhe motra besimtare, nëse ndjeni veten të thyer, dije se Allahu është El Gjebbar, ai që mbledh copat. Por çfarë do të bëjmë ne si shoqëri që ta parandalojmë vetvrasjen? Të dëgjojmë ata që vuajnë dhe të mos i paragjikojmë. Të përhapim shpresë dhe jo frikë. T'i kujtojmë njerëzve se vlera e tyre nuk varet nga pasuria apo suksesi, por nga afrimi me Allahun. Të kërkojmë ndihmë profesionale kur është e nevojshme. Kjo nuk është dobësi, por është mençuri. Vetvrasja nuk është shpëtim, por është një fillim i një dënimi të rëndë në jetën tjetër. Të dashur vëllezër dhe motra, le të jemi mbështetje për ata që vuajnë. Le ta mbrojmë jetën si një dhuratë hyjnore dhe mbi të gjitha të jemi dritë për ata që ecin në errësirë. Allahu ju begatoft.